si që të ndronin një shapë bashkë, që ti të mos flisi me ata që se këshë ndruar. Tani, shumica dërmu se ndroj shapën aty, për zotë nuk doa të bësh këtë. Po të them super sinqerisht që kam marrë muhabeti fare. Po, vllai i madh, nuk do të thashë madh se i di mbaroi loja sepse loja nuk u bë, loja u bë lëmsh. Dhe unë as vetë nuk e mora vesh qëllimin. Po, ato na s'po marrësh akoma unë se. Po dëgjon mua, valla. Dëgjon se po them sinqerisht, nuk jam tim ke provuar deri në këtë pikë. Po dakord ta. Nuk të them të çohesh aty se s'ka lidhje fare me lojën me gjëja. Për zotin, po ta them sinqerisht. Po ta them sinqerisht, po që se të gënjej unë, këtu jemi në lojë, pra. Nuk të them unë kot. Edhe një tani. Në qoftë se loja do marronte, nuk e di atë, po unë po të them për zotin sinqerisht. Po ti se di atë, ka si do të thosh më? Po nuk po luaj me njeriu, valla, unë kam shoh akademia siç i pata, ja ku i ke. Nuk ka lidhje fare me unë kur ti mos e bes, unë e di që ti ke drejtën tënde mos sa besosh atë që të them, po për zotin unë po të them tamam. Është ka mbaruar loja. Mos u lot, nuk të di. Po ka mbaruar loja, duhet të thëshë vllai i madh o bi. O i lirë, nuk të vija kurrë unë këtu ty të bëja këtë numër. Kur? Po të mos kishte mbaruar loja, më mirë do vija do të merja shapkën me zor, do bëja luftë me ty aty se sa të ftosha këtë. Po, a më do që ti më ndër këtu? Ai mbaroi e muhabet. Si mbaroi? Mbaroi o vlla, ore unë po them të dalësh aty ti je i qetë për veten tënde. Ka mbaruar ajo gjëja. Nuk ka njeri më atë fokus fare. Ta dish. Po ku është atë si vazhdo? Nuk e ka haberin fare, po atë fokusin të bëj njëri. Po kush e ka haberin si më thua mua din? Mirë, valla, unë po vi me çështje besimi, dhe po them. Po e dakord, po ti thua nuk e di. Si vazhdo? Po ti më ke njohur më deri. Pritni çik parë zot. Ti më ke njohur deri në të pikë. Që unë nuk bëj nga këto lloj budallëqesh. Po jo budallëqe që vetë. Po jo, nuk e bëj, nuk është për lojë fare. Unë kur se kisha ardhur me të mund shmelën kështu. Unë po them që ka marrë loja, por mu bëj si duash aty rripo. Unë po ta them sinqerisht. Po po them, je i sigurt të si vazhdo? Jam super i sigurt. Dakord. Më dëgjoj mua. Të dëgjoj unë. Do nga banja, do vëmë kravatet tona. Do vëmë sepse këta thonë, unë nuk e di se si. Po prit do ta mbaroj unë. Po ma thuaj. Ma thuaj. Do vëmë kravatet tona thua ti. Po. Nëse unë vi aty, edhe e thos vllai madh, unë humbet lojën. Me që doli Vrenozi e humbet lojën. Po jo më lirë, nuk ka lidhje fare me. Unë nuk po të them. Po të them unë që nuk ka lidhje fare. E fitojnë ata, edhe do tash do vëta 5 juve ikni të 12 në Akoriu. Po jo, por nuk ka lidhje fare. Ne jemi shtirë për divatë për krevatet tona atje. Nuk ka njeri më shapkat e njëri tjetrit. Të tërë njerëzit kanë marrë shapkat e tyre. Tani ti vërtet mendon se do vi unë këtu të them ty me këtë formë? Nuk kisha ardhur atë. Gjithsesi ti gjykoje vetë si dush, po unë po them mos thësh aty fat. Dakord. Unë për krevatin e mba përgjegjësinë ti. Po, ndaj teje po. Ndaj teje po. Po nëse unë do unë edhe do të thonë ata do ta mbajmë përgjegjësinë. Po çfarë ta mbash ti? Po unë do ta mbajmë le të humbasim, do ta mbajmë përgjegjësinë. Po do la unë, edhe tu më mlojën kushën, po unë do ta mbaj përgjegjësinë. Okej. Unë do ta mbaj përgjegjësinë. Okej. Çfarë po vara se të bion ty këtu kot i që më do vara. Ka të bjellë. Këto gjën e krevatave nuk e di se ç'a ndodh, po këta kanë me demek paca shenja që duhet shtrihesh. Ato bisedë bëra edhe më mirë, tash unë do të kohë tani unë dakord ja. Do mbaj përgjegjësi Ardoja, nëse po ka thënë. Nëse dalun e marron loja edhe humbi. Po. Jo. Shpjegoj me të shapkave. Po le më të shapkave. Ai bëri një kështu bëri kot sikur e thirrri vllai madh, sikur si tash unë jeni, se edhe Joela për shembull tash ta bën atë gjë. Ishte me mendim me mua ishte ato. Se Joela nuk u zgjodh asnjë. Joela tash do dalë në faqe, dalë shumë të rrojë lirë. Pastaj nuk ka. O i lirë, nuk të viun ty kot kështu.